E kjo mandej, si me thonë, trefishohet kur hi punën e fesë. Edhe unë qatë dësha me trajtu shkaku i platformës ku jemi, kjo trefishohet kur vjen punat e çështje e fejes mes asaj që tena shpesh tena shqiptarët bëhet, do me thonë, a kombja, feja, autobusja, traktori, edhe i përzin krejt ato me makineri, urdhën. Për shembull të ne, veçanti në disa vende të rajonit, ka do analista që vazhdimisht e ndezin apo e rrisin flakën e muhabetit rreth çështjes identiteti fetar, a është në kundërshtim apo përplaset me identitetin kombëtar apo etnik që e quajnë. Se ne, alhamdulillah, e dimi se nga Shkupi ka pas pjesëmarrës në krejt luftat në trojë shqiptare. Po. Domethënë edhe Shkupi akon vendi i parë ku ka pas shpallët Shqipëria. Po, nuk ka pas në arru asnjëherë, dhe kjo është shumë histori e frikshme, domethënë tash 100 vjet vetëm kanë kalu prej asaj. Po, kjo është një prej misioneve, mendoj, të shqiptarëve të Maqedonisë, por unë deshta vetëm pak t'ja nisi prej më mbrapa, e ajo është se në këto debatet në mes asaj që ne tash i emërtojmë me një lloj silogjizmi tallava a kombi a feja, në fakt janë debate ignorante ku mbisundron spektakularizmi. Do me thonë, aty kemi njerëz, do me thonë që herë vlojnë qalm, herë vlojnë kryq, herë vlojnë kapuç, bon interesant edhe shifet ajo tendenca për me ranë sy. Do me thonë, prej aty anis ajo. Edhe dyta e bojnë sharlatan, do me thonë sharlatan edhe mediatik, po edhe sharlatan në aspektin e mysafirve dhe vrejet tendenca e spektakularizmit. Çka do me thonë tendenca e spektakularizmit? Është sikur ne me marrë tash pjesë edhe sende të vërteta prej historisë, edhe ato me i paraqit me projekcionin e sotëm. Për shembull, unë edhe ju tash shumë lehtë mundet mi ta bëjmë dhe ta nxjerrim një debat rreth asaj se a është bo Skënderbeu synet. Edhe është shumë interesant, shumë spektakulare, edhe ka të vërteta dhe dokumente osmane, si kur i kanë marrë, do me thonë si jeni qerë, në cilin vit... Po, jo puna dyta konë. Puna parë ka qenë me pranu fejen, edhe pse ato kanë qenë fëmijë, nuk ka pas ashtu, po puna dytë që ka qenë në nënvizume edhe me ceremoni, do me thonë, edhe me dokumenta, është se i kanë bo synet. Edhe tash ne me këtë punë të mirëmi, të bojmë spektakularizëm, unë nxjeri, do me thonë, dokumente osmane për atë punë, ju të tregoj një aspektin fetar të synetit, e tjera me radhë dhe të bojmë ashtu, po ajo nuk sos kur një funksion nuk kryen për këtë. Synetimi është pjesë asaj të quajmë kulturës apo identitetit judeo-krishter. Po, vetë Isa a.s. ka qenë jo, sigurisht, ajo është tjetër histori. Po desha me sqaru atë pjesëza të historisë që marrin edhe vetëm i nxjerrin për spektakularizëm, ose ajo që thojmë ne, do me thonë, e kemi pas ne si shprehje o xhallar, i lexojnë qoshet e librave, nuk e lexojnë tekstin. Dhe dini ju ato sqarimet anash, i lexojnë ato hawashi që quhen. Po, hawashi, do me thonë shtojcat ose komentet, po tekstin kryesor nuk e ka. E këtu është ajo. E dyta është jo proporcionaliteti. Do me thonë, askun botë nuk trajtohet edhe nuk ballafaqohet një etni me një fe universale. Do me thonë, kjo është jo proporcionale. Do me thonë, nuk mund t'i thush a kombi apo traktori. Nuk mundesh, do me thonë, kombin mund t'a krahasosh me autobusin, me ashtu, traktorin me kombajnin, do me thonë, aty është ajo, jo proporcionaliteti, edhe nuk është ky debat për atë, nuk është, në sens nuk është debat i shëndosh, po është një debat tallava. Unë e mendoj se ne, shqiptarët e Maqedonisë, do me thonë, me gojën plot, mund shumë të kontribuojmë në këtë çështje. Do me thonë, mund të kontribuojmë me inputin tonë shoqëror, por edhe me përvojat jetësore, se ne do me thonë, shqiptarët e Maqedonisë do me thonë janë prej shqiptarëve të vetëm, me thonë kështu, shqiptarëve të vetëm të këtë cilët nuk është ndërprej zinxhiri i ulemas shqiptare. Do me thonë, shka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se ne për shembull në Shkup e kemi pas Bedir Efendiun, po ka pas edhe në vise tjera që ka kryer Azharin në vitin 1946. Mandej kemi
gjeneratën e profesorëve të mi në medrese që e kanë kry 70-tave, mon pastaj në tjerë që shkua me tjera me radhë, do më thonë tërë kohës të shqiptarët, kjo është shumë me rëndësi, do më thonë nuk është ndërprej zinxhiri i ulemave.